Tash do të shqyrtojmë funksionet për punë me tekst. Si mundi me bashkue tekstin? E zgjedhim baras, që të thona që kemi shprehje të parin, e japim shenjën që cila gjindet mbi shtatshin, e zgjedhim dytin, dhe tash e fitojmë tekstin bashkim pa gjaku. Shiqoni, nuk kemi zbrastin. Për me realizu edhe zbrastinën, atërës e shkrymë baras, e marim pjesën e parë, e lem thojzën, nivel zbrazët, thojza, përsëri e marim këtë shenjën që i bashkojmë, dhe tash e kemi bë të rreshin. Kemi të pani bë të rreshin, tash e kemi bashkim pa gjaku. Të njëjtën mundi me bë edhe me fakultetin, me thonë baras, fakulteti, shenja, nivel zbrazët, thojza, përsëri shenja, i, shenja, thojzat, nivel zbrazët, thojzat, dhe tash e kemi përsëri shenjan, kemi bujqësisë. Fakulteti i bujqësisë, do me thonë e fitu. Gjatësia tekstit, për me përcaktu gjatësinë e tekstit, përdorim funksionin len. E hapim klapën, teksti, do me thonë e ka vetëm një atribut, dhe tash teksti fakulteti i bujqësisë ka 21 shenjë. Pjesa e tekstit majt është left, e hapim klapën, çka kemi teksti, dhe tash vjen pikë presje ose presje, e shënojmë se sa vende i marrim majtas prej tekstit tonë. Thonë e kemi fakulteti. Pjesa e tekstit djathtas, barabart me right, e hapim klapën, tekstin, sa vende do t'i marim djathtas, e mbyllim klapën, dhe tash e kemi bujqësi, do me thonë. Pjesa e tekstit në mes, në qofse dojmë me e marë, atërës veprojmë kështu. E shkrujmë funksionin, mit, ky tash i ka 3 parametra. Parametri parë është teksti, parametri dytë është vendi për të cilit duhet me marë në mes këtë tekstin, dhe parametri tretë është gjatësia e tekstit. E mbyllim, shtypim enter dhe kemi fakulteti i. Në qofse krejt tekstin dëshirojmë me shkrue me shkronja të mëdha, atëherës e bëjmë baras, upër, e zgjedhim emrin, e mbyllim, enter, me thonë bashkim pa gjaku. Në qofse krejt tekstin dëshirojmë me shkrue me shkronjat e vogla, shlover, e zgjedhim tekstin, enter, dhe tërë teksti tash o shkrua me shkronjat e vogla. Ta përsëritim edhe njëherë, bashkimi bëhet me shenjen që e gjindet mbi shtatshin. Në qofse dëshirojmë me lanë zbrastira, atërës në thojza e lamë një zbrastir. Gjatësia e tekstit është me len. Pjesat e majt e tekstit ose pjesa e tekstit majtas bëhet me left,
djathtas right, në mes mid, me upper i kemi shkrimin këtë me shkronjat e mëdha dhe me lower i kemi shkrimin këtë me shkronjat e vogla.